Rikthehemi me pamje në 13 qershori ku sonte Bashkimi është një koqiri duelit Bashkimi Golden Eagle Lulli. Pjesa par 49 me 46 ishte një pjesë e parë shumë interesante. Në dy raste Bashkimi kishte përsi maksimale prej 12 pikëve. Të duke i falenderuar luajës fantastike të Kian Andersonit, jo këtij njeriu, sepse Cousins i kthyer pas të ndimit sonte nuk është në formën e tij më të mirë sa i përket shënimit të pikëve, duhet të qenë korrekt sepse e kreu punën e tij në asistime, 3 asistime të Cousinsit, 1 top i vjedhur dhe 2 kërcime, mirë po në gjuajtje po ka të lashe me Eqëllu Cakun, 3 treshe të huqura, 3 2 të huqur, mirë po mungesën e efikasitetit të tij po e kompenzon Kian Anderson me 5 treshe, 15 pikë dhe TJ Bickerstaffi, i cili ka realizuar 12 pikë dhe janë lider të skuadrës, natyrisht edhe me hyrjen e tij nga banka rezerv Iken Wamu, playmakeri nigerian, i cili erdhi javë më parë për të përforcuar Bashkimin, me të vërtet pa shumë fjalë. 8 minuta lojë, 8 pikë të tij, 2 treshe të realizuara dhe 2 pikësh me efikasitet të lartë nga loja 75%. E në anën tjetër, Golden Eagle Lulli i udhëhequr nga qendra Brandon Hoffman me 13 pikë, çka do që ka gjujt. Brandon Hoffman ka realizu sidomos në çerekun e dytë 4 pikësha, ka realizu nga 4 tentime të gjitha 5 gjuajtjet e lira. 13 pikë të tij është më i miri të Golden Eagle Lulli, i ndihmuar edhe nga Anton Scott, i cili ka 10 pikë, 3 asistime, 3 kërcime. Pra, kjo dyshe ka realizu 23 nga 46 pikët e yllit, gjysmën e pikëve të skuadrës, e cila sonte në palestrin e vetë është mysafire, pasi që ndeshja parë ishte zhvilluar në Sezai Suroj. Adhurues të basketbollit, duhet të thënë patjetër se Bashkimi dhe Golden Eagle Lulli, kjo ndeshje është shumë e rëndësishme pas ciklit të parë vjeshtor, ku Bashkimi me të vërtet ka qenë lider i pa kontestueshëm me 7 fitore pa asnjë humbje, ka dominua absolutisht, 4 fitore të shkëlqyeshme ndaj skuadrave të mëdha në FIBA Europe Cup, Anvillit kampioni 2023-s i kësaj gare, pastaj fitore ndaj Cibonës legjendare, ndaj Reggio Emilias, skuadrës së fuqishme italiane, dhe Dijonit në Francë. Erdhi pra pas pauzës reprezentacionit para kualifikimeve, erdhi një rënje e madhe, 4 disfata rresht nga Vllazimir Rahoveci, pastaj Trepça e Prishtina, edhe sonte kërkon rikthimin. Në anën tjetër edhe Golden Eagle Lulli në 50 vjetorin e themelimit ka hyrë në këtë edicion me qëllim dhe synime të larta, mirë po cikli par vetëm një fitore, 6 humbje. Në ciklin e dytë 2-2, 2 fitore e 2 humbje, dhe sonte të dyja skuadrat pra kërkojnë fitoren, si do të jetë mbetet të shihet, arriti ylli që të anuloj minusin prej 12 pikëve, madje edhe të kalojnë e përsi minimale 43 me 44, mirë po me 2 treshet e Andersonit dhe Lejson Zeqirit, kapitenit, pjesën e parë e mbyllën me 3 pike përsi. Edhe njëherë është Trevon Allen i cili e nisi pjesën e dytë me shënimin e parë për Golden Eagle Lulli. Wamu shumë i rrezikshëm, me të vërtet jashtëzakonisht efikas në tentimet për 3 pikë. Wamu edhe i fuqishëm, gabon atje në pranim të topit. Bickerstaff e vjedh këtë top Trevon Allen, një prej 2 lojtarëve kryesor të Golden Eagle Lullit. Scott, larg, shumë larg është Muhamed Ali Anjeva prej Scottit, edhe këtë e shfrytëzon Anton Scott, i cili bombardon dhe e realizon pikën e tij të 13. Në anën tjetër Wamu, dashta me thonë hiç mos e këshir se këtë top ka me shku te vendi. I hatashëm është Iken Wamu, shumë i rrezikshëm, shumë efikas. 52 me 51, rëbesh i tresheve. E fiton këtë top Janjeva, luftoj atje me Erionin Kastratin. Në vend të Janjevës në loj Meriton Ismaili, e nisi ndeshën Meritoni.
e pat vetëm një asistim dhe një tentim për treshë, cili nuk e realizoi. Shkurt luajti merit. Sa bukur atje në brendi për Bickerstaffin dhe tani një seri e shprejt pej 5-0 për të rikthyer atë 3 pikë plus nga pjesa e parë. Pick and roll me Lisin, Trevon Allen vendos që të luaj vetëm. Ka mundur t'ja pasoj më shpejt atje Lis Shoshit. Nwamu, sa bukur e zhjedh këte presion Ike Nwamu. Mbyllje e mirë nga Trevon Allen, i vetmuar atje situat 1-3 dhe ndalet natyrisht. Po, vazhdon që ta udhëheq topin vet. Kur s'ka çka me bo, e pason të Scotti, i cili tentoj nga larg atje. Bickerstaff i vëmendshëm. Nwamu, me të vërtet lojtar shumë i mirë. Ike Nwamu. Anderson kërkon që të rishikohet situata. Referi Arjan Kurtalani të shofim. Ka të drejt. Ka të drejt aty. Dhe pa rishikim të situatës, japin topin dhe kanë të drejt. Sepse ishte topi dëbuar nga dora Kian Andersonit, 17 sekunda për këte sulm. Ka të lashit tani me rivënjën e topit në loj bashkimi, një mbrojtje shumë agresive e Golden Eagle Yllit. Ndizet loja, Lejson Zeqiri me tentim për 3 pikë, nuk realizon atje. Nga trohën Meritoni dhe Bickerstaffi në luftën e tyre të madhe për ta fituar top. Si thonë, kur dy veta luftojnë, i treti fiton. Topin e fitoi Golden Eagle Ylli. Bickerstaff bën pressing, e shtyen nga prapa Lis Shoshin, i cili kërkon gjuajtje të lira. Kërkojnë tentim për 2 pikë pasi ishte nisur në depërtim Lis Shoshi. Mirë po, referët e japin rivënjën e topit nga anash. Trevon Allen nga një pozitë e vështirë mbi Lejsonin, tenton, nuk realizon. Reese atje lufton, e gabon pasimin kundër sulmi shpejt. Anderson, fauli Trevon Allenit nuk referohet në anën tjetër. Lejson Zeqiri realizon për 56-51. Kemi një seri të shpejt prej 7-0 të bashkimit, i cili e rikthen -2 në +5. Luftë e madhe atje. Kërkojnë faul të Bickerstaffit nga Lis Shoshit. Scott, edhe 5 sekunda. Reese, ja vjedh topin atje. Lejson Zeqiri kërkojnë faul. Kian Anderson, nuk ka faula. Lufton atje Trevon Allen. Andersoni asiston. Lejson Zeqiri realizon 57-51. Vazhdon seria prej 9-0. Kërkojnë faula, po ishte kriter në të dyja anët. Pati kontakte, lejuan referët faula knej, faula nej, pati kontakte dhe kësaj radhe ndërshkohet Meriton Ismaili me personale. Ankohet atje Erioni për faul me Muhamed Alianjeva, do të rikthehet në loj. Personalja e katërt e Meriton Ismailit, andaj edhe e tërhekën nga loja Igor Jovovic. Spjegohet atje Meritoni me trenerin Jovovic se çka bëri. Scott tenton, nuk realizon. Bickerstaff më i larti në kërcim. Time-out kërkon Jeronimo Sharin dhe ka të drejtë, sepse 58-51. Të shofim edhe njëherë. Kërkojnë kosh faul.
Vamo. Dalet në mënyrë të palejuar. Shënimi pranohet. 60-51, çfarë serie e shpejt prej 11-0. Përgjigjet Bashkimi në atë serin prej 13-0 që e pati në fund të pjesës së parë, kur edhe doli në epërsi minimale. Golden Eagle Lulli tani me një seri fantastike prej 11-0. Me këto 2 pikët e fundit të Iken Vamut, e ngrit rezultatin +9. Shënimi i Iken Vamut pranohet, do të jetë edhe një gjuajtje lirë definitivisht. Pra pas asaj treshe për 49-51, Anton Scott realizoi 3 pikshin dhe e kaloi skuadrën e Golden Eagle Lullit në epërsinë më të lartë deri tash, 49-51. Mirë po përgjigja me njëherë erdhi nga Iken Vamu me 3 piksh. Dhe e nisi serin për 11-0, pas në Vamut ishte Bickerstaffja i cili e vazhdoj, para se në seri të ti prej 4 pikve rësht të hynte edhe Lejson Zeqiri. Dhe në fund, pra, a i cili e filloj edhe mbylli, pra e filloj me treshin Vamu, edhe e mbylli pikërisht Iken Vamu me kosh faul. Do të ketë edhe një gjuajtje të lirë dhe mundësin që ta ngrit përsëri rezultatin e përsin në 2 shifrore. Zakonisht është i sakt nga vija gjuajtjeve të lira në Vamu. 61-51, 12-0 seri e Bashkimit në këto 3 minutat e fundit. 14 pikë të Vamut i cili u ngrit nga banka rezerv, 3 treshe, 2 piksha dhe gjuajtja e lirë. Hoffman lufton atje dhe çmonton koshin. Pas 3 minuta gjysmë loj, vin pikët e para nga Brandon Hoffman, qendra e Golden Eagle Lullit i cili sonte me vërtet po lufton me mishe me shpirt. Vamu, Erion Kastrati është pranë tij, kërkojnë gabim në hapa atje. Anderson për ball Lis Shoshit. Dhe mbrojtje e mirë, e mbyllin mbrojtjen Trevon Allen, i ik në kundërsul, dhe ndalet në mënyrë të palejuar. Ishte tentimi Trevon Allenit për 2 pikë. Do të jenë 2 gjuajtje të lira. Deri tash 9 pikë të Trevon Allenit, i cili ka dhe 3 asistime dhe 2 topa të vjedhur. Nëse shënon një nga 2 gjuajtjet e lira, atëherë do të bëhet kosha shënuesi i tretë e Golden Eagle Lullit me pikë 2 shifrore. Trevon Allen ka një efikasitet prej 75%. Nga gjuajtjet e lira, nga njëherë nuk është se veçohet me efikasitet, dekoncentrohet në disa qaste, por s'ka problem. Edhe nëse aje huq, ka kush kërcen në sund dhe realizon. 17 pikë e 5 kërcime të Brandon Hoffmanit për 61-55. Vamu deporton atje, Scott e pengon, Kastrati është pranë Andersonit, përsëri Lisi pranë Kian Andersonit, por edhe pse giganti 211 cm tenton me pengu, s'ka ku shënal sonte Kian Andersonin me vërtet i hatashëm. Treshja e 6 e ti, 18 pikë, krejt për treshe. Lis Shoshi lufton atje, ndalet në mënyrë të palejuar nga Daquan Lake. Ju kujtohet ajo blokada në fund të ndeshjes me Reggio Emilion. Për kësaj radhe shkaktoi personalin ndaj Lisit, i cili do të jetë në vijën e gjuajtjeve të lira
Sonte për herë të parë vetëm 2 pikë deri tash të Lisit, i cili ka 3 kërcime, 2 asistime. E Huq gjuajtjen e parë të lirë. Deri tash Ylli ka pas një efikasitet të mirë nga vija gjuajtjeve të lira, 70% nga 10 tentime 7 kanë realizu. Dhe sot është e ulin shumë me këto 2 huqje. 4 gjuajtje të lira të huqura aresht, 2 Trevon Allen dhe 2 Lis Shoshi, o faul. Lëvizje mashtruese e Muhamed Ali Janjevës. Fauli i dytë i Trevon Allenit. I dyti edhe i Golden Eagle Yllit në këtë sherek. Bashkimi e ka plotsu bonusin. Më pak se 4 minuta loj. Vamu, Lis Shoshi, lëvizje bukur mashtruese e Vamut, por Lisi kësaj radhe i suksesshëm në mbrojtje. Allen te Skoti, i cili tenton, nuk realizon. Hoffman dhe Lisi luftojnë dhe luajnë të fundit me top. 14 asistime deri tash të Golden Eagle Yllit dhe 18 të Bashkimit. Isaiah Cousins do të inkuadrohet në loj, shkon për të pushu pak. Iken Wamu, fenomenal sonte nga banka rezerv, 14 minuta, 14 pik. I jashtëzakonshëm nigeriani. Isaiah Cousins ende në kërkim të formës së tij. Anderson, shpejt e Janjeva, tenton, nuk realizon, më i larti në kërcim Trevon Allen. Kërcimi i tij i tretë. Zimorina do të inkuadrohet në loj, kapiteni në vend të kujt, Hoffmanit. Kemi një mismatch atje, Lis Shoshi me horok, tenton, nuk realizon, më i larti nga prapa, nga plani i dytë, Lake dhe fauli Lis Shoshit. 64 me 55, largohet Lisi. Personalja e pare Lisit, i cili nuk po është i kënaqur, edhe pse shumë po lufton me kontributin e tij sonte. Anderson e shfrytëzon atje bllokun e Lakeut, i cili e kap këtë top, lufton atje dhe realizon për 66 me 55. 11 pike përsi për Bashkimin tani. I është afruar përsëri e përsis më të lartë. E pengon atje mbrojtje e mirë kundër sulm i Kazinsit. Kapiteni Morina me fall të mençëm. Vërtet forca më e madhe e Bashkimit sonte po qëndronte sulmi mirë i organizuar dhe mbrojtja shumë agresive, e ka kontrolluar mirë mbrojtjen dhe këto kundër sulmet e shpejta në anën tjetër, kur nuk po mbrin me i përfundu kundër sulmet me depërtim në brendi, atëherë po kthehet topi jashtë, e aty sonte kanë dominuar Kian Anderson dhe Iken Wamu. Andersoni me 6 treshe dhe Iken Wamu me 3. Për mrekulli atje asiston Kian Andersoni për e përsin më të lartë deri tash prej 13 pikëve, 68 me 55, kur ka mbetur edhe 1-50 deri në fund çereku tretë. Scott kërkon blokun nga Hoffman, e bon këte Lake dhe fauli Dequan Lakeut. Mbrojtja agresive me të vërtet e Bashkimit, i cili po e kontrollon shumë i ritmin e lojës, po i kufizon pikët e lehta të kundërshtarit, pra me mbrojtjen një pressing zonal tërfushëm, po kthehet pastaj prapa me një backline mbrojtje, po e shëndron edhe në zonale dhe me të vërtet i ka mbyll edhe vijat e depërtimit, edhe vijat e shënimit, ndërsa në anën tjetër me qarkullim të shpejtë të topit po e hap fushën, po krijon gjuajtje të pastra që pastaj po kombinohen edhe me kërcime në sulm dhe realizimin nga pikët e dyta.
Kthehet në lojë përsëri Nwamu. Fantastik, ullet për të pushu Kian Anderson, e ka meritu. Edhe vërtet 25 minuta lojë të Andersonit sonte. Në këto 3 ndeshjet e fundit ka luajtur me maksimum, tentim për 3 pikë. Luftë e madhe Hoffman, lufton atje e vjet këtë top Lejson Zeqiri, lufta vazhdon, topin e merr Cousins, Nwamu nuk gjuan, e kthen te Janjeva. Janjeva tenton asaj për treshe, nuk realizon dhe e ka prekur topi atje semaforin lart, mbetet 68 me 57, edhe 1 minutë e 16 sekonda deri në fund. Reagon atje Roni Mosharin për faul. Trevon Allen bukur atje lëvizje mashtruese. Morina mbetet i vetmuar. Tentoj me pasu gëzimi e kishte Erion Kastratin në këndin tjetër të vetmuar. Është pozita e Erionit atje prej nga i ditë të qëllon. Mirë po e prej këte sulm, këte top. Trevon Allen nga një pozitë e vështirë, tentoj Gzim Morina shpëton këtë top. Edhe njerë Trevon Allen te Hoffmani. Gzim Morina depërton. Blokade Lejkut. Ja po mundson Gzimit këto pik. 35 sekundat e fundit në qerekun e tret plus 11 për Bashkimin Nwamu. Bloki miri Dekuan Lejkut dhe faul në sulm i Ike Nwamut. Ja e pate. Igor Jović e pat për ju që kuptoni gjuhën se si unë e vrikos dhe shka thënë do shkohet me teknike. Faul në sulm i Ike Nwamut. Realizon këtë gjuajtje të lirë në Town Scott. Ne vrikoset me këte vendim të referve Igor Jovićit. Të dy referët në këte sherek shumë të tepër reaguan dhe referve se sa në pjesën e parë. 65 me 58 sekundat e fundit sulmit, deri në fund do të shkon për Golden Eagle Yllin. Hoffman hapët atje, e kërkon topin, por Scott vendos të shkon deri në fund dhe realizon për të afru në 68 me 60 rezultatin. Një seri e jashtëzakonshme prej 12-0 e Bashkimit, të cilën e pat fillu Ike Nwamu me treshe dhe e pat përfundu me 2+1. Kosh faullin për të kaluar në përsi 2 shifrore prej 61 me 51 Bashkimin. Më pas patëm edhe vazhdimin e seris dhe përsin deri në 13 pik, 68 me 55, para se në fund të qerekut të tret në skend të dilte në Town Scott me 5 pik të ti të një pasnjëshme, afroj rezultatin përsëri në 68 me 60, më falni 6 pik të ti, jo 5, 68 me 60. 10 minutat e fundit do të jenë dramatike dhe fantastike. Me të vërtet jemi duke shikuar ndeshje fenomenale këtu në 13 qershori. Po luajnë 2 skuadra të cilat në ciklin e 2 vjeshtor, ja atjeve në publik e pame dhe Edmond Kryeziun, kapitenin e ja dhe Arben Igja, basketbolisti i dikurshëm i Bashkimit, tani menaxher, trajneri i basketbolit.
Po e shifni, Brandon Hoffman me të vërtet ka qenë shumë i rëndësishëm në rikthimin e Golden Eagle Lullit në lojë. 17 pikë, 6 kërcime të Brandon Hoffmanit, 18 pikë i ka Anton Scott, i ka dhe 3 asistime e 3 kërcime, ndërsa pa dyshim më i miri në parket deri tash Kian Anderson me 18 pikë të gjitha treshe, pa 6 treshe të tij. Iken Wamu ngrit nga banka rezerv me 14 pikë të realizuara dhe Lejson Zeqiri ka 12 pikë, 4 kërcime, 4 asistime. Lake më i larti në kërcim. Fillon Qereku i 4 dhe vendimtar. Bashkimi për të ndërprerë serin prej 4 humbjeve arresht në ciklin e dytë vjeshtor pas një cikli të parë vjeshtor fantastik me 7 fitore pa humbje. Fauli Erionit ndaj Kian Andersonit. Anderson përballë ka Scottin. Wamu. Mbrojtje zonale tani e Golden Eagle Lullit. Anderson pengot atje, luftë e madhe e Brandon Hoffmanit, i cili e pret Scottin dhe ja dorëzon topin në dorë Allen. E sheh korridorin, depërton me floater, a realizon pa kur far problemi. Zgjidhje inteligjente e pa korridorin në mënyrë nonchalante, depërtoi, e lëshoi dhe shënoi. Trevon Allen, mbrojtje e jashtëzakonshme, betejë dhe luftë të madhe po bëjnë lojtarët e Golden Eagle Lullit, posaçërisht Anton Scott, 18 pikë të tij. Edhe Trevon Allen dal nga dal, po afrohet 11 pikë të Allenit, i cili ka edhe 3 kërcime, 3 asistime dhe 3 topa të vjedhur pa e humb asnjë. Scott për Allenin, i cili për çfarë pozite mbi Wamun tentoi, përpaksa nuk e vjedh edhe këtë top Kian Anderson. Zimorina e ndon në mënyrë të palejuar. Anderson do të arrivë këtë top. Janjeva shkon në kënd atje, është pozita e Mukit atje për 3 pikë. Wamu, mbetet i vetëm. Sa bukur atje vjedh këtë top Scott. E kërkon kontaktin. Referët heshtën pati kontaktu. Wamu për Lejson Zeqirin, të cilin gëzimi tenton ta pengon, por nuk arrin. Treshe e Lejson Zeqirit për 71 me 62. Pika e 15 e Lejsonit, treshja e 3 e tij. Mbrojtje zonale e Bashkimit. Zimorina, bukur atje. Asistimi Scottit për gëzimin, i cili afron përsëri në 7. Allen pran Janjevës. Lejsoni shkon në blok atje Andersonit dhe bëhet gati për treshe pret topin. Mbrojtje fenomenale. Lake lufton, e kap të top, ishin të ngath atje. Jo të vëmendshëm edhe një kërcim në sulmi Dequan Lakeut. Anderson nga një pozitë e vështirë në këtë qerek. E jo shumë efikas. I vetmuar Janjeva për 3 pikë. Ufa, i rëshet topin nga dora. Edhe 7 minuta 3 sekonda lojë. Allen për ballë ka Wamun. Pick and roll atje, gëzimi mbetet i vetmuar. Allen vendos ta gjën topin të Erion Kastrati, i cili në qaste shumë të rëndësishme lanson 3 pikshin dhe afron rezultatin përsëri në 4. 71-67. Time out ka kërkuar Igor Jovovici. Trevon Allen deportoi atje, gëzimi ishte i vetmuar në anën e djathtë mirë, po Alleni vendosi që topi të shkon në krahun e majt, ku në kënd ishte
duke pritur topin Erion Kastrati, është pozitë e Erionit. Dhe në tentimin e tij të katërt, Erion Kastrati në çaste shumë të rëndësishme e shënon këte 3 pikësh për të afruar rezultatin në 71-67. Çfarë loje me të vërtet e jashtëzakonshme sonte. Bashkimi me sulme mirë të organizuara, mbrojtje agresive, ka kontrollu shumë mirë ritmin e lojës, i ka kufizu pikët e lehta të Golden Eagle Lyllit, bëri pressing zonal në tërë fushën, në gjysmë fushë, u kthye në backline dhe në mbrojtje zonale, e qarkulloj shpejt topin, pati pozita të lehta, realizoi në disa raste e përsi prej 12-13 pikëve, në anën tjetër Golden Eagle Lylli me kundërsulme të shpejta, duke kriju edhe pozita individuale për gjuajtje po arrin, sidomos me Trevon Allen dhe Antoine Scottin, po arrin që të mbetet në loj, dhe ja tani kur ka mbetur edhe 6 minuta, e 45 sekonda loj, deri në fund rezultati është vetëm 4 pikë. Anderson, i vetmuar, tenton, nuk realizon, Lejson Zeqiri lufton me kërcim në sulm, e drejte te Meritoni, Lejsoni për Nwamun, çfarë karamboli, çfarë beteje për çdo top. Lëvizje bukur mashtruese e Nwamut nga një pozitë e vështirë, kësaj radhe nuk realizon Erion Kastrati, lufton dhe Bickerstaff faulin e shkakton. Çfarë beteje, dekoncentrim natyrisht, po ka edhe agresivitet të jashtëzakonshëm në mbrojtje, po ka kërcime në sulm, po ngatrohen. Dram maksimale në 13 qershori. E bukurit e basketbollit kosovar po vazhdojnë. Në anën tjetër, njëkohësisht është duke u zhvilluar edhe ndeshja në Minatori 68-56. Trepqa ndaj Borës, me cilën po takohet për herë të dytë brenda 48 orëve. Pasi e mposhti natë më parë, Zimorina lufton dhe e mban topin në loj. Trevon Allen tenton, nuk realizon. Hoffman më i larti në kërcim është Ike Nwamu, e ka kontrolin e topit. Meriton Ismaili e kthen topin jashtë. Nwamu për Lejson Zeqirin, Allen pran Lejsonit, kërkon nga Meritoni që të largohet, të luaj me shpin 1-1. Meritoni tenton dhe treshën e realizon në treshe me treshe, përgjigjet. Çfarë beteje! Porës pra e patëm treshën e bashkimit nga Lejson Zeqiri, më pas Erion Kastrati u përgjigj, e tani edhe Meriton Ismaili. Scott në treshe me treshe për 74-70. Çfarë loje, çfarë drame, çfarë rëbeshi tresheve në 13 qershori. Vamu me Erion Kastratin, fauli Erionit. Nëse nuk gaboj, duhet të jetë kjo personalja e trete, po, e treta e Erion Kastratit. Zimorina ullet për të pushu kapiteni fenomenal sonte në çastet vendimtare. Edhe njëherë Lejsoni luftoj në anën tjetër, Meritonin e vetmuar, e pa asistoj e Meritoni realizoj, ka shkelur vin atje Isaiah Cousins. Sonte nuk është në formë të mirë. Anton Scott këtu i thot Jeronimo Sharinit ama topin për 3 pikë. Edhe njëherë mbrojtje fantastike, me të vërtet mbrojtje shumë agresive Golden Eagle Lyllit, i cili nuk po dorëzohet, po e kërkon fitoren e tretë në këtë cikël të dytë vjeshtor. 2 humbje e 2 fitore në këtë cikël të dytë vjeshtor. I ka ylli, bashkimi 4 humbje, po lufton për të ndërprer serinë e 4 humbjeve. A do të arrin apo jo mbetet të shihet, luftë e madhe atje. Bickerstaff me Hoffmanin luftojnë, shtyhën
Betejë e madhe, Nwamu ja vjedh topin vetëm për një qas Scott. Nwamu lufton, Liz Shoshi e dëbon topin kundër sulmi shpejt. Trevon Allen shkon, e kërkon kontaktin, nuk realizon. Lejson Zeqiri, megjithatë meriton Ismani, e shtyen topin te Isaiah Cousins. Edhe 4 minuta loj në këtë ndeshje dhe shfaqje fantastike basketbolistike në Suarek. Cousins për ball e ka Hoffmanin. Luan atje, kërkon pozitë të lirë, nuk ka shënim. Hoffman thot, ama topin se është i jemi. Edhe kjo është kërcimi i 8 i tij, 17 pike, 8 kërcime të Hoffmanit. Kërkon aksionin Brinat, trajneri sharin të shofim. Hoffman shkon në blok, e bën këte. Edhe njëherë blok i dy fisht për Hoffmanin, shkon topi dhe faulli Lejson Zeqiri. Faulli i dytë i bashkimit në këtë qerek, i treti Lejson Zeqiri. Timeout ka kërkuar trajneri Jeronimo Sharini. Edhe njëherë Anton Scott prej çfarë pozite u shkëput mbi Ismailin dhe Zeqirin, e lansoi gati jashtë vis fundore të fushës. Edhe njëherë ky deportim, ai floateri në fillim për 68 me 62 në start të këtij qereku. Nga 2 treshe hyn në seri të tresheve të dyja skuadrat adhurues të basketbollit. Një 2 luftimi snajperistave. Pra, fillimisht ishte Lejsoni ai i cili bombardoi me treshën e tij për 71 me 62. Në pas gëzimi në asistim të Scottit realizoi për të afruar rezultatin në 71 me 64 para se Erion Kastrati të realizonte 3 pikshin. Lus Regjin që ta përsërisim pikrish këtë treshet Anton Scottit, referët kërkojnë që të rishikojnë këtë situatë. Pati një pretendim se Anton Scott e kishte shkelur vim pak më herët, por jo, u rishikua, situata ishte e pastër dhe është treshe e Anton Scottit. Në fund pra pas asaj treshe të Meriton Ismailit, e ky njeri 18 pik të Kian Andersonit të gjitha për 3 pik, ishte fantastik, i pati vetëm 8-6, e më pas 4 herë huqi. Mirë po, përveç 18 pikve i ka dhe 8 asistime dhe 4 kërcime. Kian Anderson me vërtet, makine vërtet, Lejsoni 15 pik, Nwamu i ka 14 dhe Bickerstaff 14 pik të bashkimi. Në anën tjetër, 21 pik të Anton Scottit, fenomenal. Ka shkelur vin tani, e humb, është ky topi i 6 i humbur nga Anton Scott, i cili ka 21 pik, 4 asistime, 4 kërcime. Megjithatë afër double-doublit është Brandon Hoffman, lojtari më i vlefshëm i skuadrës Golden Eagle Yllit sonte. Cousins për ball e ka Scottin. Topi shkon shpejt atje dhe tani po e shohim atë backline të Golden Eagle. Ufa! Jo zotni, jo pran me çfarë tentimi i Kian Andersonit ishte i pa fat. Edhe një blokadë atje. Kush? Nga lojtari me numër 16 është Brandon Hoffman, ai i cili ka shkaktuar personale të shohim edhe një herë këtë blokadë Cousinsit. Ishte në pikën më të lartë, nuk bëhet fjalë për pikë të realizuara, po më pas e ndali në mënyrë të paljuar Bickerstaffin. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për TJ Bickerstaffin, 14 pikë të tij të gjitha për 2 pikë.
Nga 9 tentime 7 i ka realizu Bickerstaff, 77% efikas nga via nga tentimet për 2 pik. Scott kërkon që të pengohet Bickerstaff atje. Dhe thota ju thash që ta dekoncentroni. 2 minuta 4-3 deri në fund. Bickerstaff koncentrohet edhe herën e dytë. E huq, mbetet 4 pike përsi. Herën e parë në vijën e gjuajtjeve të lira i huqi të dyjat TJ. E gabon në udhëheqje të topit Trevon Allen, e kap ftyrën këtu Jeronimo Sharin, s'po mundet me besu në këtë fat të keq. Kian Anderson pranë tij është Anton Scott, 2 më të mirët e skuadrave, me të vërtet 2 lojtarët më efikas, 21 pik të Scottit, 18 Andersonit. Cousins s'ka lojtar të lirë, atje mbrojtje e mirë. Kastrati tenton me pengu Bickerstaff, është foul në sulm nga prapa. E godet atje në kokë Liz Shoshin. Është kjo personalja e 5 e TJ Bickerstaffit dhe handicap për skuadrën e Bashkimit. I palumtun për Bickerstaffin, ndeshja përfundon me bryllë atje e goditi në kokë Liz Shoshin. 14 pik, 6 kërcime për Bickerstaffin. Pati një shfaqje të shkëlqyeshme për Bashkimin sonte TJ Bickerstaff. Kërkon më shpejt topin të lëviz trajneri Sharin, shumë po e ndal lojën Allen. Si pas Sharinit dhe reagimeve të tij, s'po i pëlqen edhe kjo që po bën Scott. Brandon Hoffman e shpëton topin nga një pozitë e vështirë, tentoj Kastrati, e shpëtoi Trevon Allen për 3 pik. Lanson nuk realizon, Shoshi për Allenin i cili e humb këtë top. Çfarë drame! Nga dare po him në 90 sekondat e fundit adhurues të basketbollit. Cousins për Meriton Ismailin, lëvizje mashtruese, por nga prapa blokade Liz Shoshit dhe topi për Golden Eagle Yllin. Pa. Çfarë loje, çfarë drame. Bashkimi me mirëshe me shpirt po lufton që të ndërprej serin prej 4 humbjeve rresht, ndërsa Golden Eagle Ylli për fitoren e tret në këtë cikël të dytë dhe për t'ju shmangur pozitës së fundit në tabel. Scott të gjithë i mbledh, e pason Lisi, kërcen Scott, e përmirëson kërcim në sulm nga Anton Scott. 23 pik të tij, 4 kërcime dhe 4 asistime, 74 me 72. Vetëm 2 pike për si. Kemi hy në minutën e funit. Nwamu për ballë ka Kastratin, ndrohon me Liz Shoshin, edhe 2 sekonda. Brandon Hoffman me edhe një blokad, Erioni nuk ngutët, e kërkon Scottin. Kërkon atje foul, atje trajneri Jovovic. Scott faulohet nga Kian Anderson. Edhe kjo është fauli i 4-rt, i pari Kian Andersonit. Të dyja skuadrat kanë plotsu bonusin, 36+4 deri në fund. Drama arrin maksimumin. Çfarë lojë në 13 qershori, çfarë betejë, ju kom para lajmëru edhe në fillim. Allen për valle ka Nwamun. Allen deporton deri në fund, e mbyllin mirë, mbrojtje e mirë. Allen nga një pozitë e vështirë, edhe mbetet me top në dorë, ka skaduar sulmi. Gabon topi humburi Trevon Allenit. Kërkoj që të bëhet heroi ndeshjes, mirë po. Ishin të vetmuar atje edhe 2 lojtar. Nuk e pash mirë se kush ishin Lus Regjin që
ta përsëris edhe njëherë nëse ka mundësi këte sulmin e fundit. Ja, pra Trevon Allen. Brandon Huffman u hapa atje për pick and roll, edhe Lisi ishte nën tabel, por u vonua me pasim. Erion Kastratin e pati të vetmuar atje për treshe, ja si i kërkon topin, ishte i vetmuar dhe Allen vendosi që të tenton të bëhet hero për të realizuar 3 pikshin. I pati 3 lojtar të lirë, Huffmanin pas pick and rollit, Lisin i cili ishte në brendi dhe Erion Kastratin në këndin e majt. Çfarë loje? Topi do të jetë për Bashkimin, edhe 21 presje 2 sekonda do të ketë sulmin deri në fund. Anton Scott kërkon për krahje nga publiku, kërkon që publiku të bëj zhurmë. Topin do të arrivën natyrisht nga vija fundore. Kastrati është pranë Nuamut. Mbrojtje e mirë, për pak sa nuk e vodhi këte top. Kian Anderson i ka tje Trevon Allen. Dhe fauli Erion Kastratit ndaj Kian Andersonit, i cili sonte asnjëherë nuk ishte në vijën e gjuajtjeve të lira. 18 pikë të tij, të gjitha i ka realizuar për treshe. Kian Anderson, Sharin nëse shënon të 2 gjuajtjet e lira, kërkon time out, 13 presje 8 sekonda deri në fund. Drama arrin maksimumin, hera e parë në vijën e gjuajtjeve të lira dhe është i sakt. Kian Anderson, pikë shumë të rëndësishme nga vija gjuajtjeve të lira për Bashkimin. 75 me 72. Edhe herën e dytë realizon 76 me 72. Katër pike përsi, 20 pikë të Kian Andersonit. Pra këto 2 gjuajtje të lira janë të vetmet pikë që i realizoi Kian Andersoni, e që nuk janë treshe sonte. 6 piksha të tij dhe 2 gjuajtje të lira në çaste vendimtare. Ja, është ky ai asistimi i Lejsonit në kënd për Meritonin, treshe shumë e rëndësishme. Maksimalisht po luftojnë të dyja skuadrat, Halal-Jukov, Pirola Juqov, të dyja ekipeve. Një loj fenomenale sonte nga Bashkimi dhe Golden Eagle Ylli, të cilët na përgatitën një shfaqje të jashtëzakonshme. Meriton Ismaili me lëvizjen e tij të bukur mashtruese, por në vend ishte atje i vëmendshëm Lis Shoshi. Njëzet pikë të Kian Andersonit, më i miri të Bashkimi në anën tjetër me 23 pikë. Me të vërtet i jashtëzakonshëm sonte Anton Scott. 23 pikë, 4 kërcime, 4 asistime. Krejt to t'i lëm anash sekundat e fundit, 13 presje 8 sekonda deri në fund. Topi për Golden Eagle Yllin. Blok atje për Trevon Allenin. Dollapin e bëjnë atje blokun, Trevon Allen tenton dhe treshën e realizon. Çfarë aksioni fantastik. E pat atje një elevator blok, pra si dyrët e dollapit, e kisha lut edhe një herë regjin që t'na përsërit se si Trevon Allen e shfrytëzon, jo këto, prej rivënës së topit ju lutëm, me pase si e bëjmë blokun, ma herët, edhe ma herët, gjatë rivënjës së topit, për mrekulli Erion Kastrati e priti. Ja shikoni Lisin dhe Risin, se si e bëjnë atë blokun, vjen Ris edhe njëherë, një blok i rejshëm, ik në anën e majtë atje, Trevon Allen, dhe atë që nuk e bëri parës, e bëri kësaj radhe mbi, iken Wamun, shkëputet lartë dhe realizon
për 76 me 75. Aksioni ndërtuar në mënyrë fantastike dhe i realizuar në mënyrë fantastike, po e shohim atje në këmbë. Me shumë dram po e shikojnë edhe Lovre Bashish dhe Arjan Qallaku të lënduar. Në anën tjetër Bailey dhe Anthedi. Një pik dallim, topi për Bashkimin. Drama arrin maksimumin, Janjeva do të rivoj këtë top të shofim se çka ka përgatitur Jovovici. Kian Anderson me top atje, edhe fauli Joseph Risit. 8 sekunda deri në fund, përsëri në vijnë e gjuajtjeve të lira. Më i mirit e Bashkimit sonte Andersoni, 20 pikë të tij, parës realizoi të 2 gjuajtjet e lira. A do tjetë i saktë dhe kësaj here, në qastet vendimtare, kritike dhe dramatike, Kian Anderson. Po, i ftoftë si akull është. 77 me 75. Realizon edhe të dytën, 78 me 75. Edhe 8 sekunda loj deri në fund. Anton Scott shkon deri në fund, do të tenton për treshe. Rees tepërton, realizon, edhe ndeshja përfundon. 78 me 77. Mbeti atje Rejon Kastrati, duke kërkuar topin, edhe fitore minimale e Bashkimit. Çfarë loje, çfarë betejë, çfarë drame. Të zhgënjur mbetën pas saj betejë të madhe lojtarët e Golden Eagle Yllit. Në anën tjetër gëzim i madh për Bashkimin, i cili kështu e fiton këtë dramë të basketbollit, edhe ndërpren serin prej 4 humbjeve rresht. Shumë shpejt do të jemi me trajnerët e të dyja skuadrave. Adhurues të basketbollit, jemi me trajnerin Jeronimo Sharin. Coach Sharin, very intensive game, very dramatic game. What decided the game according to you? It's very hard, to talk after this kind of game right away. First of all, I congratulate to Bashkimi to win. They were, let's say, a little bit more lucky today. We got some situation 2-3 minutes before the end that we should solve it much better. But it's very hard, with a lot of injured players, we really compete good, and I'm really sorry that the players didn't get the award to win. It was very close. Congratulate to them, and we're looking further for the next game. Thank you very much. Shumë ndeshje dramatike, ishte ndeshje afër, çka vendosi ndeshjen, trajneri Jeronimo Sharin tha, një ndeshje e fortë, shumë e luftuar, si tha, po mjen shumë keq që lojtarët e mi sonte luftuan, por nuk e fituan këtë duel. Kemi pasur disa situata kur 2-3 minuta para përfundimit të ndeshjes gjuajtëm prej pozitave ku është dashur të shënojmë, nuk i realizuam. Ishte fitore me fat, pra kemi mundur edhe ne të fitojmë me fjalë të tjera, tha Jeronimo Sharini. Ja uroj fitoren Bashkimit, tha e merituar, pra të dyja skuadrat, kushdo që kishte fituar sonte kishte qenë e merituar. Neve na mbetet që të punojmë dhe të vazhdojmë rrugtimin ton, tha trajneri Jeronimo Sharin, dukshëm i zhgënjur me këtë disfat në të cilën me të vërtet Golden Eagle Ylli luftoi shumë, sikurse edhe Bashkimi i cili e fitoi ndeshjen e parë pas 4 humbjeve. Shumë shpejt do të jemi edhe me trajnerin Jović.
Coach, you won the first game after the 4 losses. You interrupted that not so well series. What decided the game? It was very dramatic. You had 13-point lead. Once Golden Eagle Luleå was ahead of you, but you didn't lose the temper and you won this game. It could go both sides. Yes. For us, it's beneficial in this status where we are every win. We are practicing with one team, playing with totally another team, and we have injuries also. So I really believe that when everybody comes back, when we register some players which don't have a license, that the experience and rotation will be more deeper. Very important win against very good team, and I'm proud how we fight whole game, how we move the ball, especially in the first half. But our percentages and decisions are dropping because of lack of power, because of lack of players, of course. If you play with 6, 7 players, 8 players, that's problematic. Big win. Thank you very much. Thank you. Pra në pyetjen time ishte një ndeshje shumë e vështirë, një fitore shumë e vështirë, ka mundur të shkojë në të dy anët, pra keni mundur edhe ta humbni këtë ndeshje, mirë po fitore shumë e rëndësishme pasi e ndërpret atë serim prej 4 humbjeve dhe fitore shumë e rëndësishme, tha po, për neve ka qenë e rëndësishme që ta fitojmë këtë lojë edhe pse shkuam në avantazh. Në fund kemi fituar kundër një skuadre shumë të fortë, Golden Eagle Luleå. Kemi mungesa të lojtarëve të cilët janë të lënduar. Ne jemi duke stërvitur me një ekip tjetër e po luajmë me një skuadër tjetër duke aluduar në lëndimet dhe mungesat të cilat i ka. Po presim edhe regjistrimin dhe licencimin e edhe disa lojtarëve në mënyrë që të kompletohemi, ndërsa tha është shumë e natyrshme që të humbin atë avantazhin. Në pjesën e parë kemi lëvizur topin, kemi qarkullu topin shumë mirë po në pjesën e dytë, pra na ka ra fokusi, ka ra ajo energjia e lojës për arsye të mungesës së energjisë, fuqisë edhe rotacionit, të cilën gjithsesi se do ta kemi kur lojtarët e ri të vinë dhe ne të komponohemi. Ishin fjalët e trajnerit Igor Jović, trajnerit të Bashkimit, i cili kështu pra pas 4 humbjeve rresht arriti fitoren e parë dhe mbetet në garë për 3 pozitat e para së bashku me Trepçën dhe Go+Pen. Me të vërtet po mduhet që në fund të çdo transmetimi dhe komentimi ta përmendi këtë, po ky edicion pas tyre 5 xhirove të zhvilluara të ciklit të dytë vjeshtor, ku secila skuadër po arrin ta mposhtë secilën skuadër, ku gjitha ndreshet po janë dramatike dhe fantastike, ky edicion, ky kampionat i basketbollit kosovar është lirisht mund të themi një prej kampionateve më të bukura në 20 vitet e fundit dhe kështu po duket që edhe do të vazhdon të jetë. Pra Kazani basketbollistik sapo vjen e po nxehet. Nga Unagon Fehmiu, ekipi realizues i Oksigjenit për Artmoshën kaq për sonte, e ju vazhdoni të qëndroni me adresën numër 1 të sportit në vendin ton, Artmoshën.